Tung njerës, ja ku jam edhe sot, si çdo të hënë, si çdo javë, me një fjalë si për herë në Radio Sol 89 MHz, edhe sot për mesazhet e horoskopit dhe mesazhin e muzikës, pra për emisionin Mesazhi yje në fat dhe në muzikë. Dashi. Filmi Njeriu që fikson të dhitë, The Man Who Stared the Gods, është i vitit 2009 dhe tregon historinë e një tentative të ushtrisë amerikane për të shfrytzuar aftësitë paranormale ose telepatike të ushtarëve të saj. Është një vepër fantastike, fantastiko-shkencore natyrisht, por jo 100%, sepse një tentative tillë është edhe eksperimentuar. Në fillim të filmit dele shkruar: "Kjo histori është më e vërtetë se sa mund të kujtoni." Kam përshtypjen o dash burra grua qoftë se në javët vazhdime edhe ti do të provosh diçka të tillë në jetën tënde. Do të kalosh një eksperiencë që është shumë larg rutinës së zakonshme të jetës tënde, ku fantazia dhe realiteti do të ndërthuren mes tyre. Është detyra jote o dash, burr a grua qofsh, ta ndash ku mbaron fantazia e ku fillon realiteti. Demi. Ujvaret më madhështore e më të famshme të Amerikës Veriut janë ato të Niagarës, që shtrihen ndërmjet të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kanadas. Në vitin 1969, gjenierët e ushtrisë ja dolën që ta bllokonin këtë mrekullit natyrës për disa muaj. Nga pjesa amerikane, natyrisht, ja dolën duke ndërtuar një digë të përbërë nga 27.800 ton gur. Arsye pse e bën ishte që të studionin dhe të stabilizonin bazamentin shkëmbor të ujvarës. Mendoj o dem, burra grua qoftë, se në javët në vazhdim edhe ti mund t'ja dalësh figurativisht, të bësh diçka kaq madhështore dhe heroike që do të lejoj të shohësh poshtë asaj sipërfaqesh, asaj të sipërfaqshmes, gjë që do të lejoj pastaj të sistemosh diçka që do të t'jap siguri për një kohë të gjatë. Mund të jetë në biznes, në aktivitetin tënd, por mund të jetë edhe një lidhje familjare apo dashurie. Kur ta gjesh, kur ta provosh, do të më thuash. Binjakët. Më 25 janar 2011, për ata që e kujtojnë, në Kairo, në sheshin Tahrir, ose Tahrir, diçka e tillë, shpërtheu një revolte madhe popullore me shumë dëme e shkatrime, sikundër dhe dini, sikundër mund ta keni parë në për lajme, kanë bërë pafund kronikat asaj kohe. 18 ditë më vonë, pas 18 ditë protestash, kudo në shesh dhe në gjithë zonën përreth kishte vetëm rrëmuj kaos. Por gjëja më interesante e kësaj revolte ishte pikërisht mbas revoltës, kur çdo gjë kishte mbaruar. Husni Mubarak kishte dhënë dorëheqjen dhe kishte filluar të diskutojë për reformat. Atëherë njerëzit, protestuesit, u rikthyen në shesh me fshesa dhe me thas plerash në duar për të sistemuar rrugët, plerat dhe çdo gjë që ata vetë kishin shkaktuar. Binjak. Burra a gra qofshi. Ju këshilloj diçka të tillë të bëni edhe ju në javët në vazhdim. Po mundohem t'jem më i sakt në këshillën time. Binjak, burra gra qofshi, duhet të rebeloheni ndaj korrupsionit dhe ignorancës që ju kanë shkaktuar gjendjen aktuale. Por, pasi t'i keni zgjidhur gjërat, duhet t'i riktheheni e të sistemoni e të pastroni gjithçka nga mbeturinat që mund t'jenë. Am dëgjuat. Gaforia. Michelangelo kompletoi statujën e herojit të biblik Davidit, edhe e dinit gjithë se përse po flas, në vitin 1504. Por nuk ishte ai pari që kishte vënë dorë mbi bllokun e mermerit që ishte 5 metra i lartë. 40 vjet përpara tij, në vitin 1462, kur Kolombi u nis për në Amerikë, ndoshta për të zbuluar Amerikën, një tjetër skulptor,
Agostino de Duccio, ose Agostino di Duccio, kishte marrë përsipër ta përpunonte mermerin, por kishte bërë shumë pak. Ishte mjaftuar të jepte vetëm formë këmbëve dhe gjoksit. Në vitin 1476, një tjetër, Antonio Rossellino, kishte rifilluar punën atje ku e kishte lënë Agostino di Duccio, por edhe ai nuk vazhdoi gjatë. Kur Michelangelo vendosi ta përfundonte veprën, bloku i mermerit kishte 25 vjet që ishte mbuluar nga pluri në një qoshe të humbur. Ka diçka të gjashme ndërmjet historisë që dëgjuat dhe juve të dashura gafore. 2026 është viti kur duhet të shplurosni e të nxirrni nga aresa një projekt të nisur prej kohësh. Kjo do të thotë që është momenti për të vënë në jetë një projekt ose të nisur nga dikush tjetër, ose që ju vetë e keni nisur dhe e keni lënë për gjysmë prej kohësh. Luani. Luan, bura gra qofshi, pra Luan a Luanesha qofshi. Dëgjoni këtu. Hugo Chavez, i shenjës Luanit edhe ky, ka qenë presidenti i 61 i Venezuelës, edhe nuk ka qenë as astrolog as filozof, e megjithatë ka hedhur hipotezën në thonjza që planeti Mars dikur lulëzonte në një jetë të civilizuar dhe më pas u zhduk sepse burimet e tij etike u thanë dhe u helmuan nga egzagjerimet e kapitalizmit. Dhe këte nuk e ka thënë kështu, kuturu. E ka thënë në një seksion zyrtar të Organizatës Kombeve të Bashkuara. Mua më pëlqen kur personat të mëdhenj dhe të rëndësishëm përhumben në për teori apo në fantazi ekstravagante dhe pse mbase mund të jem edhe dakord. Më pëlqen fakti që këta njerëz zbulojnë dhe një aspekt të tyre, që mbase nuk do ta vinte kurrë radha ta zbuloni vetë. Kjo që sapo ju thash, vlen edhe për ju, o Luan, bura a gra qofshi. Sipas mënyrës time të të lexuarit të yjeve, jeni në javën kur ndoshta do t'ju bënte shumë mirë sikur të mos thonit të njëjtat gjëra, por të zbulonit edhe një aspekt tjetër tuaj, një aspekt tjetër të personalitetit tuaj, atë që ka të bëjë me fantazin apo me ëndrat, qofshin ato të çmendura në thonjza. Kjo gjë do t'ju pozicionoj ndryshe në sytë atyre që mendojnë se din gjithçka rreth jush dhe që ju njohin mirë. Virgjeresha. Në librin The Rough Guide to Climate Change, udhëzime të parafërta për ndryshimet klimaterike ose klimatike, shkrimtari amerikan Bob Hanson i shenjës Virgjereshës flet për 5 vende që duhen vizituar përpaja është gaf, po përpara se ngrohja globale t'i ketë shkatruar. Një nga këto vende është Rocky Mountain National Park në Colorado të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E thënë, tamam është Rocky Mountain National Park, Colorado, United States of America. Shumë prej pemëve të këtij parku janë shkatruar nga një lloj brumbulli i pishave, të cilit deri më sot ishin situar në një farë mënyre nën kontrollin e ngricave dimërore, përpara se klima të fillonte dhe të ndryshonte. Bariera e madhe e koraleve në akujt alpin të Zvicrës. Janë 2 bukuri të tjera natyrore. Bariera e madhe e koraleve dhe akujt alpin të Zvicrës janë 2 bukuri të tjera natyrore që po ndryshojnë me shpejtësi formën e tyre. Kthehemi tek ju, o Virgjeresha, bura gra qofshi. Mbajini parasysh që asgjë nuk ngelet e pandryshuar, as e përjetshme. Jeni ju, domethënë, ose jemi, se e kisha fjalën sikur të isha dhe unë Virgjeresh, jeni pra ju, në një moment, ju Virgjereshat, bura gra qofshi, që duhet të shfrytëzoni të gjitha rezervat e mrekullueshme që janë në transformim me sipër. Kjo vlen në punë,
në familje, por edhe në qejf. Basi jeni një moment që duhet të udhëtoni dhe të shplodheni dhe të karikoheni si emocionalisht, ashtu edhe profesionalisht, thjesht, merrni ca pushime. Peshorja. Se kur e dorën ke mikrofoni. Po, thot ai, nuk besoj në Zot. Thoshte piktori meksikan Diego Rivera, por besoj tek Picasso. Të njëjtin gjë ka thënë dhe një konkurrente në X Factorin anglez vjet, për ata që e kanë ndjekur. Unë nuk besoj, tha ajo, as te Zoti, as te zonja, por besoj te Patti Smith. Ndërsa Dario Fo, shkrimtar italian që vdiq para pak kohësh, ka thënë, unë nuk besoj në Zot, por jam më besimtari në botë sepse besoj te dashuria dhe te realiteti. Po ti, o peshore, bura, grua, qofsh, ke diçka apo dikë për të zëvendësuar Zotin? Qoftë se mundet. Në qoftë se beson për shembull në një gjë për të cilën thua, wow, qiellore, apo ke ndonjë hyni të një rangu më të ulët ku beson. Në këtë moment që ndodhesh o peshore, bura, grua, qofsh, gjithmonë sipas asaj që unë shoh te yjet, ose sipas mesazhit që vjen nga yjet, do të bënte shumë mirë të kishe një përkushtim karshi, diçkaje a dikujt, sepse ky adhurim, të themi qiellor, do të të zgjonte nga kjo si apati e qetësi ku ke rënë në këtë periudhë. Është momenti të zgjohesh peshore, bur, a grua, qofsh. Akrepi. Policia e Los Angeles, në korrik të vitit që lam pas të 2025-ës, pra të themi gati një vit përpara, kreu një eksperiment në një pjesë rrugë 15 km gjatë një autostradë. Vuri 3 shofera me makina pa targa, që të eliminonin denoncimet në zyrën e qarkullimit rrugor, se ju e dini që Amerikani kërcen telefoni, spionojnë çdo gjë, të cilat duhet esin me një shpejtësi, ose duhet esin sa më shpejt ishte e mundur, ose me të gjithë shpejtësinë e mundshme, por pa ndëruar korsi. Ndërkohë, 3 makina këto, ndërkohë, një të katërti, që të bënte të njëjtën gjë, do pra dhe ai duhet të përshkonte këto 15 km, por duke ndruar korsi, duke bërë zigzake, ku t'jente hapësira për të kaluar në mënyrë që distancën e 15 km ta bënte më shpejt se 3 të tjerët. Ata duhet rinin në rresht. Pra kuptohet që ishte edhe një autostradë e trafikuar me shumë trafik. Në momentin që mbritën, e merrni dot me mend se sa ishte diferenca në kohë, ndryshimi në kohë. Makina që bënte zigzag dhe që rrezikoi gjatë gjithë kohës në gjithë gjatësinë e 15 kilometrave, mbriti 30 sekonda më vonë se sa 3 të tjerët që vazhduan të rinin në radhët, vazhduan korsitë e tyre, ishin nga një secilën korsi dhe ky që bënte zigzag 30 sekonda më vonë se ata 3 të tjerët. Kjo vlen për ju dhe është një këshill për ju akrepa. Gjatë gjithë këtij viti, gjatë 2026-s, keni parasysh këtë gjë. Duke bërë dredha, duke bërë zigzake, manovra të tjera të rrezikshme, nuk do të fitoni pothuajse asgjë baze, edhe mund të humbisni. Duhet të jeni të shpejtë, të vendosur, por të qetë e të njëtrajtshëm. Mos haroni se rruga e shkurtër shpesh të nxjerr më gjatë. Shigjetari. Shigjetar, bura, agra, qofshi. Po ju tregoj një gjë të vogël. Teleskopi hapësinor Hubble është lëshuar në orbit në 24 prill 1990 dhe lundroni, themi, navigon, fluturon, në një lartësi rreth 560 km nga toka, mbi tokë. Ndërsa një hapësinore Voyager është lëshuar në hapësirë më 5 shtator 1977. NASA, për lubrifikimin e këtyre të dyave, ka përdorur vaj balene. Edhe pse mua personalisht nuk më pëlqen fare që të vritet një balen për t'i marrë vajin edhe për t'i avënd sa dua të përfitoj për të dhënë një këshill ty, edhe pse nuk jam dakord me këtë.
Shigjetar burra grua qofsh. Edhe për ty, këtë javë është një moment shumë i mirë për të zgjidhur ca probleme të vogla që ke, por duke përdorur ca metoda të vjetra, siç përdorën ata vajin e balenës. Fjala vjen personi apo lidhja që të duhet e që me mjetet moderne nuk po arrin ta kontaktosh, mund të gjendet. Ktheu te varianti i vjetër. Hypi këmbëve. Britsjapi. Daryl Dawkins ka qenë një lojtar profesionist dhe një trajner i basketbollit amerikan nga viti 1975 deri në vitin 1996, gati 20 vjet. Është i shenjës Britsjapit dhe ka qenë një nga personazhet më piktoresk, një nga figurat e këtij sporti dhe thoshte shpesh që një pjesë të kohës e jetonte në planetin Lovetron, ku edhe kishte perfeksionuar aftësitë e tij për lojtari planetar. Edhe zhytjeve që bënte në kosh, kishte qejf t'i vinte emra të dalë nga fantazia e tij. Për shembull, zhytja dhe emri që kishte më qejf ishte Turbo Saxophonic Delight, që e thënë në shqip pak a shumë është kënaqësia turbo saksofonike. Britsjeper, burra gra qofshi, ju ftoj dhe ju e këtë javë të silleni si Daryl Dawkins në fushën tuaj të veprimtarisë. Jepini një emër lëvizjes që do të bëni e që më shumë do t'ju pëlqejë. Kështu, me pak humor, do t'ja bësh të qartë të gjithëve se sa shumë e do punën tënde dhe me së dashuri e bën. Të gjithë pastaj do t'a bëjnë si ty. Ja se si aktiviteti yt do të marrë revan. Ujori. Genialiteti është aftësia e përshtatjes emocioneve personale në eksperiencat e përditshme, ka thënë piktori francez Paul Cézanne, që edhe ai ka qenë një ujor. Çfarë mendon se ka dashur të thotë ujor, burra grua qofsh? Një interpretim për shembull mund të jetë që shumë prej nesh jetojnë e rijetojnë gjithmonë të njëjtat emocione dhe duke u përballur me eksperienca të reja komplet ndryshe nga ato që në të kaluarën që e kanë entuziazmuar të themi në të kaluarën. Një tjetër interpretim i asaj që Paul Cézanne ka thënë është për shembull që vështirë se mund të entuziazmohesh duke bërë gjithmonë të njëjtat gjëra të përditshme, por një gjeni këtë gjë mund ta bëjë. Duke u mbështetur në këto dy interpretime, besoj o ujor burra grua qofsh, se këto javë deri nga fillimi i verës, ju me genialitetin tuaj do të keni ca emocione të reja. Ku? Nuk e di. Mbase në punë, mbase në familje, mbase në një lidhje të re për ata që kanë moshën, nuk e di. Këtë do ta shihni rrugës se ku do ta keni këtë gjë. Peshqit. Në Norvegji, në vitin 2000 është futur në funksion tuneli automobilistik më i gjati në botë. Emrin e ka pak të vështirë, por do ta lexoj. Lærdalstunnelen. 24 kilometra e gjysmë i gjatë. Kur ke hyrë të duhet vërtet sa kohë derisa të ridalësh përsëri në dritë. Këtë që sa po thash, unë po e përdor si metafor për jetën tuaj në këtë periudhë o peshq, burra gra qofshi. Dhe në qoftë se do t'i referojmë 24 kilometrave e gjysmë të tunelit, sipas llogarive të mia, ju o peshq, burra gra qofshi, jeni diku aty ke kilometri 15. Asgjë për t'u shqetësuar. Rrugën e keni fushore dhe sipas meje duhet vetëm të gjeni një këngë që ju pëlqen, o mbase një nga këngët që ne transmetojmë këtu në radio, dhe ta këndoni sa t'ju haj fyti. Me një fjalë, lërini gjërat të rrjedhin vetvetiu, edhe pse ju duket sikur jeni në një rrugë pa dalje. Tuneli po mbaron.